Kryetari i Partisë Demokratike ka ndërmarrë një foltore, që e quan foltore, e filloi atë fillimisht në Tiranë, tani do të shpërndahet në të gjitha degët e Shqipërisë për të dëgjuar nga afër struktura, takim me strukturat, antar apo edhe simpatizant Partisë Demokratike. Kështu që në fakt si kryetare dege, unë dhe strukturat që unë drejtoj, kemi një kryetar pra që drejton institucionin e Partisë Demokratike që është profesor doktor Sali Berisha. Kështu që patjetër që ne njohim dhe po përgatitemi në fakt për foltoren e Shkodrës, e cila besoj do të jetë shumë shpejt, por akoma nuk është përcaktuar një datë, por në të njëjtën kohë ne po përgatitemi për analizën, sepse tashmë besoj ju e dini se janë caktuar edhe të gjithë koordinatorët që do merren me analizën e zgjedhjeve, pavarësisht se ato ishin zgjedhje farse dhe këtë zgjedhje të cilat Partia Demokratike në fakt nuk i njeh, dhe që ne po përgatitemi krahas foltores, krahas takimeve të shpeshta, të përjavshme që kemi me kryesin dhe kryetarit e grup seksioneve, po përgatitemi edhe për analizën. Kështu që si përmarrjet private të individëve apo antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike, patjetër që kanë të drejtën e tyre për t'i bërë, por që ne shkojmë sipas udhëzimeve të hierarkisë së Partisë Demokratike, patjetër. Qartë, zonja Shkreli, edhe diçka. Pavarësisht se u shpërnda një mesazh, cilin unë e përcolla përpara se të lidheshim bashkë nga dega e Durrësit, shumë të ishin demokratë, të cilët jo vetëm ishin në sallë, por edhe prisnin jashtë vendit ku takua me demokratët zoti Saliani. Nëse zoti Saliani do të dëshironte që me logon e Partisë Demokratike dhe me gjitha simbolit zhvillonte një takim në Shkodër, ju çfarë qëndrimi do të mbanit? Ashtu si dega e Durrësit, do të dërgonit një mesazh apo do të shkonit përtej kësaj? E para njëherë, zoti Saliani nuk është deputet i Shkodrës. Nuk është as drejtues politik i Shkodrës. Po e ka drejtën të takoj demokratët, apo jo? Absolutisht që po, por dega e Partisë Demokratike e Shkodrës, edhe nga udhëzimet që ne kemi marrë në mbledhje që kemi patur me kryetarin profesor doktor Sali Berisha, kemi marrë udhëzime të qarta që për çdo deputet ne shumë shpejt do të fillojmë organizimin e takimeve me deputetët e qarkut të Shkodrës, me qytetarë dhe në lagje të ndryshme të qytetit të Shkodrës, gjithashtu edhe me strukturat që për hir të vërtetës takimet e strukturave me deputetët e Shkodrës nuk mungojnë, janë të përjavshme. Kështu që unë të thash edhe në fillim, ne po përgatitemi për foltoren që organizon Partia Demokratike si institucion me kryetarin e saj, profesor doktor Sali Berisha, me logo dhe me hierarkin e të gjithë pjesëmarrësve. Sigurisht nëse zoti Saliani do të preferojë të jetë aty, patjetër që është i mirë pritur. E kuptova.